Një shtetas shqiptar I njohur me Novkën Maradona është liruar nga burgu në Belgjik pas arritjes së një marrëveshjeje për pranim paraprak të fajësisë në një rast të madh trafiku droge. Sipas mediave të huaja, ai ka pranuar akuzat dhe është pajtuar për një dënim prej 5 vitesh burg, nga të cilat 2 vite efektive si dhe pagesën e 1.5 milion eurove në favor të shtetit belg. Pas miratimit të marrëveshjes nga gjykata, ai është liruar menjëherë, pasi kishte kaluar tashmë 2 vjet në paraburgim në Turqi dhe Belgjik. Autoritetet belge e lidhin atë me një organizat kriminale ndërkombëtare të trafikut të kokainës, ku dyshohet se ka pasur rol kyç në shpërndarjen dhe mbledhjen e parave brenda rrjetit. Ai është I njohur prej vitesh për përfshirje në aktivitete kriminale dhe më herët ka qenë I dënuar edhe në vitin 2010 për trafik droge në Evropë.